Dashi. Kjo javë sjell mundësi të reja në horizont dhe zemra juaj është gati për t'i pranuar ato. Në fushën e dashurisë, lejoni vetes të ndiheni të hapur ndaj surprizave të këndshme. Një takim i papritur mund të sjellë ngjyra të reja në jetën tuaj emocionale. Në punë, mos hezitoni të tregoni idetë tuaja unike. Ato do të jenë të mirëpritura dhe vlerësuara nga kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shpenzoni me kujdes dhe maturi. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke gjetur kohë për të medituar dhe reflektuar mbi arritjet tuaja. Energjia e javës është mbushur me ndjenja pozitive, ndaj përfitoni nga ky moment për të rishikuar ëndrat tuaja dhe për të vepruar me vendosmëri. Demi. Java fillon me energji pozitive që ju jep fuqi të madhe për të përballuar sfidat që mund të shfaqen. Në dashuri, momentet e vogla të përkushtimit do të çojnë në një thellim të lidhjes me partnerin tuaj. Beqarët mund të ndjejnë një magjepsje të papritur nga një takim i paplanifikuar. Në punë, ky është një moment i mirë për të përfunduar projekte të rëndësishme. Qëndrimi i fokusuar do t'ju sjellë sukses. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje, kurseni në shpenzimet e vogla për të mbajtur një balancë të shëndetshme. Emocionalisht, është koha për të përqafuar ndjesitë pozitive dhe për të lënë pas çdo pesimizëm. Shijoni momentet e qeta dhe relaksohuni, sepse ato do t'ju mbushin me energji të reja për të ardhmen. Binjakët. Java që vjen do të sjellë një ndjesi të re freskëje dhe energji pozitive në jetën tuaj. Në dashuri, është momenti për të përforcuar lidhjet dhe për të ndarë ndjenja të sinqerta me partnerin. Për ata që janë ende në kërkim të dashurisë, një takim i papritur mund t'ju ndriçojë ditën. Në aspektin profesional, përpiquni të jeni më të organizuar dhe të fokusuar për të arritur qëllimet që i keni vendosur vetes. Në financa, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe investoni në projektet që ju inspiron më shumë. Kjo është koha ideale për të reflektuar mbi qëllimet jetësore dhe për të bërë ndryshime të vogla që do të sjellin lumturi të qëndrueshme. Kujdesuni për veten dhe ndihuni të harmonizuar me botën rreth jush. Gafolja. Në këtë javë dhjetori, ritmet e zemrës ndihen më të qarta dhe të harmonizuara. Ndërsa emocionet ngrihen si valët e një oqeani të qetë, bëu i hapur ndaj bisedave të sinqerta me ata që do në punë, një projekt i ri do të kërkojë vëmendjen tënde të përqendruar, por pasioni yt do të ndihmojë të kapërcësh çdo pengesë. Financat duhen menaxhuar me kujdes, sidomos në këtë sezon festash ku shpenzimet mund të rriten pa kuptuar. Kujdesu për shëndetin mendor dhe mos harro të marrësh kohë për vetë reflektim. Jep vetes lejen për të ëndërruar dhe për të ndërtuar plane për të ardhmen. Më në fund, një mbrëmje e qetë me të dashurit do të sjellë paqe dhe ngrohtësi në zemër. Luani. Kjo javë do të sjellë energji të reja dhe mundësi të papritura. Në dashuri, mos keni frikë të hapni zemrën tuaj dhe t'i tregoni ndjenjat partnerit tuaj. Nëse jeni beqar, mos e humbni shpresën. Një takim i ri mund të jetë afër. Në punë, vëmendja juaj ndaj detajeve do të vlerësohet ndaj prodhët tuaj, duke hapur mundësi për avancim. Është momenti i dur për të investuar kohë në një projekt të ri që keni menduar. Financat do të mbeten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për veten dhe mos e lini stresin t'ju pushtojë. Ndërsa dita avancon, gjeni kohë për reflektim dhe qetësi shpirtërore, ndërkohë që yjet i japin jetë ëndrave tuaja. Virgjëresha. Kjo javë vjen me një energji të re që ndriçon horizontet e tua. Në dashuri, është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të bërë hapin që ke pritur. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afërsi të reja. Në punë, javën do ta nisni me ide të freskëta dhe inspiruese. Mos hezitoni të ndani vizionet tuaja me kolegët, pasi mbështetja e tyre do të jetë e vlefshme. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë në qetësimin e mendjes. Rrjedha e ëmbël e jetës do t'ju lejojë të arrini qëllimet me elegancë, dhe besimi juaj është miku më i mirë këtë javë. Peshorja. Java e 4 e dhjetorit sjell një frymë optimizmi për ty në dashuri, përpiqu të tregohesh i sinqert, pasi komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë mund të hasësh sfida të vogla, por energjia e re që ndjen do të ndihmojë për t'i tejkaluar me sukses. Bëhu i kujdesshëm me shpenzimet, pasi disa oferta mund të duken më të mira se sa janë në të vërtetë. Kjo është një kohë e mirë për të reflektuar mbi objektivat e tua, duke shfrytëzuar pushimet si një moment për të rimenduar. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të qetësosh mendjen dhe të rigjesh balancën e brendshme. Ndriço ditët dhe
Tua me buzëqeshje dhe lejo zemrën të udhëheqë. Akrepi. Kjo javë sjell energji të reja që do të ndriçojnë rrugët tuaja të brendshme. Në punë do të ndjeni një shtytje për të çuar përpara projekte që ju kanë qëndruar në mendje. Keni kujdes të mos lejoni që tensionet e vogla të prishin harmoninë me kolegët. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme. Shpenzimet e mëdha janë më mirë të shmangen për momentin. Në dashuri është koha për të hapur zemrën dhe për të dëgjuar me kujdes atë që partneri ka për të thënë. Komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjet. Reflektoni mbi ndjenjat tuaja dhe gjeni mënyra për të balancuar emocionet. Një shëtitje në natyrë do të qetësojë mendjen dhe do të rigjellërojë shpirtin. Jepini vetes kohë për të medituar dhe për të shijuar momentet e heshtjes. Shigjetari. Këtë javë, një valë e qetë energjie do t'ju përfshi, duke ju dhënë një ndjesi paqeje. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar zemrën dhe për t'i dhënë vetes hapësirë për të kuptuar ndjenjat që keni. Puna do të kërkojë fokus, por mos harroni të ndani kohë për veten tuaj, sepse pushimi është po aq i rëndësishëm sa puna vetë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet impulsive. Meditoni pak dhe mendoni për prioritetet tuaja. Ndërsa dita e diele afrohet, do të ndjeni një dëshirë për t'u lidhur më shumë me natyrën. Një shëtitje në ajër të pastër mund të rigjellërojë shpirtin tuaj. Besoni në ritmet e jetës dhe lejoni t'ju drejtojnë me butësi. Britsjapi. Java fillon me një energji pozitive që rrezaton në çdo aspekt të jetës suaj. Në dashuri, shfaqni durim dhe mirëkuptim ndaj partnerit tuaj, pasi komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Për ata që kërkojnë një dashuri të re, mos nguloni të hapni zemrën tuaj ndaj mundësive të papritura. Në punë, është koha për të ndërmarrë hapa të guximshëm drejt projekteve që keni planifikuar. Mos u tremni nga sfidat, pasi qëndresa juaj do t'ju shpërblejë. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të siguruar një të ardhme më të sigurt. Energjia juaj është e lartë, andaj merrni kohë për të shijuar momentet dhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Ujori. Java e 4 e dhjetorit sjell energji të reja dhe premtime për të ardhmen. Një erë e freskët mbush jetën tuaj të përditshme dhe ju nxit të bëni plane për vitin e ardhshëm. Në punë mund të hasni një mundësi që kërkon vendosmëri dhe guxim, por do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja. Kujdesuni të menaxhoni financat me kujdes dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe sinqeriteti janë çelësi për të forcuar lidhjet. Kaloni kohë cilësore me ata që doni dhe mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Ndjenjat tuaja do të shndrisin si yje duke ndriçuar udhën për ata që ju rrethojnë. Besoni në intuitën tuaj, ajo ju udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura. Peshi. Këtë javë do të ndiheni më afër vetes dhe do të keni një dëshirë të thellë për reflektim dhe introspeksion. Në punë do t'ju duhet të tregoni durim ndaj sfidave që mund të shfaqen, por mbështetja e kolegëve do t'ju ndihmojë të ecni përpara. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të ruani një qasje të kujdesshme ndaj shpenzimeve. Në çështje të zemrës, një bisedë e sinqertë me partnerin ose dikë që ju intereson mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim më të thellë. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, pasi kjo do të forcojë lidhjet tuaja. Kujdesuni për mirëqenien tuaj mendore duke gjetur kohë për aktivitete që ju relaksojnë dhe ju frymëzojnë. Çdo hap që hidhni këtë ditë do të ketë një ndikim pozitiv në të ardhmen tuaj. Përshëndetje! Nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!